Ishte e para që dikur mbante qëndrim sa herë që Shqipëria kalonte një situatë delikate, ndërsa sot është ndër të fundit që shprehet për zgjedhjet parlamentare. Qeveria amerikane ka mbajtur më në fund qëndrimin zyrtar ndaj procesit zgjedhor të 2 javëve më parë dhe ka bërë këtë përmes një urimi, vetmi element që zbulon se si ka lexuar Washingtoni zgjedhjet e fundit shqiptare. Urojmë popullin e Shqipërisë për zgjedhjet parlamentare dhe presim të vazhdojmë partneritetin ton të ngushtë me Shqipërinë, shkruan ambasada. Një telegram më shumë se sa një analizë dhe qëndrim i zgjatur zyrtar. Një frazë shkurtër krejt në kontrast me deklaratat zyrtare të zgjedhjeve të shkuara, ku kishte mesazhe për të gjitha palët, fituesit dhe humbësit, por edhe për cilësinë e procesit dhe vërtetësinë e rezultatit. Këtë radhë si për të provuar se asgjë nuk është më si më parë, pas 20 janarit, administrata Trump mjaftohet me një urim të shkurtër duke mos hyrë qëllimisht në thelbin e procesit zgjedhor, për të mos krijuar dinamika të caktuara brenda politikës shqiptare, e cila e priste me padurim këtë qëndrim prej ditësh. Së pari, nëse do të kishte rezerva për zgjedhjet e 11 majit, SBA nuk do të uronin, por do të mbanin një qëndrim tjetër, më të ashpër ose mund ta kalonin me heshtje atë që ndodhi në Shqipëri ditën e zgjedhjeve. Me këtë prizëm, opozita nuk ka marrë atë që priste nga qëndrimi amerikan për zgjedhjet, ashtu siç nuk mori as heqjen e statusit non grata për Berishën, apo ndonjë mesazh mbështetje para zgjedhjeve. Në anën tjetër, Rama mund të jetë i kënaqur me faktin se pala amerikane shprehet se presim të vazhdojmë partneritetin ton të ngushtë me Shqipërinë, një mesazh jo edhe aq i koduar e i vështirë për të kuptuar se amerikanët presin vijimsinë e jo diçka tjetër. SBA një rezultatin dhe pret vjoj bashkëpunimin me qeverisësit. Edhe një element i fundit, SBA po nafton në mënyrë të përsëritur që ta heqim nga roli i arbitrit suprem që i kemi dhënë këto 30 vitet e fundit. E ka bërë këtë duke heshtur praktikisht për çdo ngjarje, krizë apo përplasje që është konsumuar në Shqipëri pas ardhjes në detyrë të presidentit Trump. E ka bërë duke anulluar praktikisht të gjitha programet e asistencës, siç ka bërë në të gjithë botën, duke hequr mbështetjen deklamative për drejtësinë e re, edhe SPAK, dhe duke heshtur gjatë gjithë fushatës së fundit zgjedhore. SBA po na thon se nuk dëshirojnë më të jenë dera ku trokasim në çdo orë të ditës dhe natës sa herë që e bëjmë lëmsh vendin ton. Është një vendim i drejtë që na vjen përmes një deklarate për zgjedhjet, që ashtu siç është e shkurtër, telegrafike dhe pa detaje e qëndrime mes rreshtash, na jep mesazhin madhor se kohët kanë ndryshuar e se duhet ta gjejmë tjetër kund gjyqtarin suprem të dikurshëm. Ndoshta më mirë kështu, pasi po na ftojnë të piqemi më në fund.